Njoni ardë dyrek muhe me më kap, me më lidh. Po në qëta sekunda unë e kom hek durët, e kom shtyje, gati në kanal e kom qitë. Veç e kom hek të nekën shpejt, për mëse më kap, edhe ju kom ra tani. Qëti zharkit i kom ra i herë. Edhe qëti policit gati e kom kap për mas, e kom qua më do këtë si më ka do si i duktalit, i letë. E kom përplas për asfalt, me kryje, me qërdo. Kur afru që kë me të gjujt, ase për në shpejtësi unë e kom kap që e kom pas qëtë policin, qëtë gatin. Edhe ja kom hije shpejt. Në syze i ka pas, edhe i ka up vedia, u shku orëzue për rëzit. Se në qëta sekunda i ka gjujt këtë fishekt. Në drejtën temi, për në sekunda i kom dalu në përpara policin, në të rëzumë, ja kom qitë përpara dhe i ka shprazë. Masi në kanë lidhë, arë zharki, edhe më ka ra kalash. Që të bile kom pas edhe më të thymë. A kjo shtu dhe këtë Shqipëri me Saliqekin, Adem Jasharin, qysh policinë dhe këtë shtetit mi rejhë. Po ta thash, shtetit e mësion, qysh ta. Kur o vra se këta policia gjatë të në kohën kanë gjujtë arme me më frikësu mua. Për me më kapë, së nësë dërzajsha edhe gjujshin për pjetë. Edhe në qatë kohë ata kur kanë gjujt, e kanë vrarë në balkon, se ajo si do këtë, ku në ka pa të reja sesh, në ajo dalë në balkon të këqyrë dhe e kanë vrarë. Edhe që shumë kur një lidhën, cilë ke që nej cilë ke. Ke dhinta me modhe, ish me cilë që nej për ndrek. Delke për shpijet që kjo, delke. Se nuk betova si mes me buas ivas edhe nëse më vrojnë, po që kjo delke pej zorit, pej dhimës madhe, ish vetë. Fatin e kom pasur në kur kom dalë në Zvicër, në fillimet në Bazel jemi shku me Zymerin, edhe mu më kanë qitë në Arav, në Ftëringen më kanë quë, edhe aty kom taku edhe Kadri Veselin. Edhe a i sa kish ardhë me Hashim Taqin, edhe ardhë a i tash me më tutë, që kanë zanat të asert. Thanë të ha me goje po bënë që shto. Po s'kom pritë. Si i kom ra, tash ku i kom ra, i më konë në afersi, s'kom ujtë mira direkt, po i kom ra kroshe. Po qash shumë i kom ra, o shku e nëjër, do këtë 3 metra, o shku sa t'je ma poshtë, dhe ra me kryje, pa vedi. Se dëshin me shku të Leonit, të vorë Leonit. Unë e Kadria dhe Thaqi, shim në 3. Jam atosu një djallë me fjok dhata, konë pak si të vdel edhe në blokon, me kalash. Për në qatë sekundë unë isha kogja ofër e kapi kalash një kapi, edhe i normal kreset, po e blokaj. Kadria e kap, shkon shpet e kap për fyti, e blokon dhe ja hekim. Kadria e she, e vrejnë. Edhe thët, cim, se edhe cimerë këmë pas këti, ma bënë cim, ik, edhe nisim në me ik. Tha që në Kadria, ata dalin në gjunë më kalasha, na ikim arë aty për me shku në lanë, konë pak peq aty të pjesë, dhe shku në thyme ajo tokë. Gëzimi maj ma një temë, konë kur thot Kadria ka kërsit lufta. Se më do kësi u shlirua, që aty më ka do kësi u shlirua veni. Si më ka thonë, me të ka du drejtë më kanë shkurë qetët edhe jo më gëzu shumë. Po shumë e kom lonë letat e jo marë, e jo peleni venin të kalë, edhe që atër jo mërzit shumë, kur i pa shumë shqiptarë të rritë të ikë. Shumë jo më kur mërzit. Prej si më hire në shtishën të adhësoni, më hire për mes Kadrisë. Edhe Thaqin e kom njoftë për mes Kadrisë. Të një rast, sa i fështirë është ku Kadri Veselin se kom pa kur të kajtë. Edhe në vjen rasti si ora shkelzeni. Unë që të e kom pa Kadrin ku i kanë shkullat. Se në qëtë shpi, kur e konë vllav me këtë Boshnjakin, i në mënu me i një 7-8 Serb, konë. Dhe kënë artë i trinë shkojnë aty trinë, kështu i rëha me i në bërë, të në zatet në 30 metra, 40 metra. Lava ka pas, po shkë martë vedhë, se janë kone e me 100 fisheko, kone e madhja me si, edhe javë kanë shu aty i kalon. Ata e nërën Pizgaver, minimu këj Boshnjak e kish pas një mërtaj. Edhe me atë mërtaj del edhe javë kallë Pizgaverin. Mas një nërë të rezema mu luftime, nuk ka pas frontale. Mu afru për shranë komësëria me i, mos ka pas. Edhe Bekim Berisha, bërtet. Bërtet, shanë, bërtet, o dërnis, shanë edhe bërtet. Dërnisa e kanë desh shumë abin. Së është e vërtet si se kanë mirë prit shumë. Edhe dërnis, edhe abeja i ka desh shumë dërnicër. I përgatitën për çdo sen në koni, i marrumë për luftë. Këtu më ka tërgu e femia, më ka tërgu për rastin kur vra Leoni.
mas pari më ka treguar për Smalin të ke për Ramushin. Edhe më ka tregu, tha, është ta djalë shumë i fortë. Po Ramushin, me sish Ramushi, lufta kishë më marrë kohë tjetër, se shkon shtyllë shumë e fortë Ramusha. Edhe Thaçi, edhe Kadri Veseli, unë mendoj si një kohë këta do figura, si pa ta problem, nuk është ditë që kishë ardhë historia e Kosovës. Për mu qaj si shkon, edhe ep dëshmi, shpionat në Hagë, për mu ai me e këqyrë mirë gjakën e së shqiptar, ajo tratar. Edhe babgjysh ai tratar e ka pas. Edhe nëse ka qenë luft, ajo o hinë luft me bo përqamje. Unë jam Bashkim Shala prej Brëliqit, ish ushtar i UÇK-s. Frymëzimi ka fillu prej familjes. Ne jemi prej një familjes, ndoshta kënë dëgju, është Tashaljonët. Ka qenë Marashpali, që ka qenë një familje sonë. Është rasti kur në Sarajt Shkodrës, o vra me tështë, me Bezirin. Edhe aty ka fillu, tani, menimi unë që 12 ne kanë vra familjen. 28 në Bele, ndoshta kënë dëgju për Bele në një fshat, si është në Bele. Mas 28 nëntorit, një që 12 për marësia Shqipërisë kur u bo, kanë ardhë Serbo-Malazest. Edhe i kanë vra aty, babgjyshit ja kanë vra babën, 2 miqt edhe vllaznin. Babgjyshi ka qëllu në atë kohë në Cërmjan, leka i dajt i ka pas, edhe ka pështu. I djali misë babgjyshit ka qenë djep, po flokët e gjata të bardha si vajzë. Ka pështu edhe i floj babgjyshit edhe i flokët e gjata. Vllaznin ja kanë vra gjithë. Ka qenë Ali Meta, Stërgjyshi, Bajram Meta dhe Kaçor Meta. Edhe prej atyhet jam i motivum për më konë pak në vjella pak e me. Po tu i ndëgjua rastet, që ne i kanë vra 28 në atë kohë në Ballaj i kanë vra. I kanë masakru. Edhe tu të regu e gjyshja, babgjyshi, nona të një baba të nga të regu historinë, ka lindë urrejtja, të një të mënu që kanë ora dhe pe Serbisë, me nga vra atje në Bjeshk. Edhe s'pe asaj kohë, nuk kam mujtë mi pa më sy, shkurt serbt. Edhe aty ka lindë. Urrejtja që i kemë urrejt. Deri sa i më shliru, se tash, s'kem nevoj me urrejt kur kanë. Kem pas ballafaqime 1-2-3 herë se urrejtin që e kom pas nuk kam mujtë mi dërune. Është një rast nëse ja vlen me cek, ka qenë dikun 88, ku vllavë kish pas probleme do serb dashinocit, një mësus në autobus. Edhe kapën aty ku thot ai këtu është Serbia, edhe vllavë thot është Shqipëri, është edhe kapën me ta, edhe e lypin vllavën me nxon. Ai slloba i çon 2 policë prej Çallapekit, ka pas edhe në Çallapek ku ka pas policë. Edhe vinë, unë në atë kohë isha i ri, po i kisha një 5 dele me një 2-3 kingja. Edhe i rujsha, baba më theke dele ruj, ka pak vera ish. Ta shumë të arë atje dhe kom pas një farë si bres si thik të dhenjë më konë një dru. Vinë ata më gazik policia dhe më nalin mu, tha ti djallë Shqip, falë. So në Serbishën se di, asë sëtë. Tha ku ka shpina Hashim Shala. Tash, urrejtin se kesha unë atje serb, unë si dorejsha. Tash, Hashim Shala ziku e ka shpinë edhe ecim, s'folim më taj se s'mësha mi dëru. Vinë atë 15 kërë, thanë, ku ka shpinë Hashim Shala? Thash, unë s'jam shpion juve, shko gjonë e vetë. Edhe nisë në apet. I krajnë ata kerrit, po kur shkojnë një shpije, thirët shpija Shabajgjemve, aty gashionin për ma i shojnë dë fëmi. Edhe i pysin, ku ka shpinë Hashim Shala? Ata i thonë që aty ku hini që i djali me dhenë. Edhe këthejnë ata. Po baba qëllën të bodru. Edhe vinë ata e takojnë babën. Thonë, thire që a djalin se që a ish Hashim Shala, një shë a i rija tër 15 vjetë, po i zhvillu misha. Baba tha Hashim Shala, së këtu, tha, jashtë. Po kjo djali i ri është, hala 15 vjetë si ka, dola unë edhe i vlla tjetër Bekimi. është në Gjermani. Ta shune me bes që to, a i tha, ajde të më thiri mu më marë dhe me më shtin nga zik. Thash, jam është farë të ku marë.
Tha bris, që të thika ma thikën, tha shtë thikën. Baba të një bërtet mund tha pira thikë. Jepi babës, nëse jepi babës respekt, zë ishim me ju nije. A ishë me i madhi. Jepi thikën, tha që tha kjo thikë, tha kjo është fëmi halaj që mërne. Edhe tha me marë me vete, tha ja kjo i ri me marë me vete, ja tha vion. Edhe nisin ata babën me kapë. Po në qatë minutë si dojnë me kapë babën, na shkojnë me kapin babën, lëtunë edhe bekimi edhe i thojmë ju këta me marë ja. Edhe ata jetën. Tha, bile ka qenë edhe do këtë edhe një boshnjak ka qenë serb edhe një mëlazez aty i Qallapekit. Ka qenë edhe një ram, polic ram me ta. Tash kur i kapëm na babën, ata i kapi pak panika. Edhe tha, ti tha, djali mirë, tha, ku do më rritë, tha, me këta kry, tha, kështu, tha, ki pas kemi hongër. Qaj si folke bash, Shqip. Tha, shumë në vend të jemi, tha, kjo vendin të sështë të Shqipëri, ju keni vendin. Tha, shë, ne kemi vendin Shqipëri, e kretë që të është, ju keni në Serbi. Edhe shumë u bo nervaz, po ata e ponë, si vish duhet më në vëro, se edhe u largu. Është edhe kjo rast si ka ndodhë, që ka asi edhe të një vjen në rasti kur në Ndeqan. Ka edhe rasti që kemi pas në pe një, pos pe të regoj në Ndeqan që aja vlenë ndoshta është ma interesant. Ka që edhe dikush me ditë që shka ndodhë. Në Ndeqan u konë ditë e ejte, pazar u konë si u bëjke, 94 shtator u konë 7 shtator. 7-8 shtator ka qenë ajo kohë. E lojmë me Zymerin edhe Halil Shalën, një në konë dy shok me dalë në Ndeqan. Baba kish me qitë në pazar i lopë. Edhe për pare kem pas kjerët e kohale. Edhe tha baba, po vjen në pazar, na thash, po, e kësha lonë me Zymerin me dalë. Edhe e lidhim lopën mas kjerët, edhe dalim ka dalë. Unë e mas të i një muë që atë babës. Shkojmë pazar, një mëj dhe në pazar, edhe të një dalim me Zymerin, takomi me Halilin, edhe dalim në për Ndeqan. Tërnerë ka kem qenë, një tërnerë ka kom pasë kom hekë dhe ma i cka hosha, që atër reshim 3, pak ishim ka 20 vjetë, kishim qef ka pak mu pa, kishim si kem njës mu rritë. Edhe tu jetë të stacioni këtë policisë ku janë aty ku rrinë për balë, na që aty më kujtuat ishim një 4-5 vetë, e një më rastin ku janë rejë refugjat të Shkodrës me do të tratishit. Edhe thanë si policia i ka rej, jenë cilë shumë keqë. E të bua i gorë, që të folë, na lyshim me dorë ka pak, si të rishë, shto që sheshim, ata serbë që shikon të nga për cilë për i stacionit. I thëmë në këtyre shokëve, thash, nëse ndodhë si dojnë me na ka policia, ose dojnë për më na rej, për atë shka me su lidhni. Mësë të rëzano. Të pak të letë me na rej shu plaka, mësë të rëzano. Edhe pak si në hajgore, qështo. Edhe nisem të ecë. Jesim veç unë Halili dhe Zymeri. Ku vim të kanali, ku ka për me hi për Lumar, këtu për Luk. Aty një qik e mitë se ka pas një frizerk me Rita onë. Bashkë të shpia e kur Violeta Dervish, si e kanë mra sërbët aty ku që aty afer o kone ajo. Edhe del në folë e më Rita. Une, Zymeri nalim të folë më Ritën, Halili niset për rrugës, për me i për Lumar dhe me i. Si ka qenë dhe pazar të një aty e pjesë. Në atë kohë, të folë më Ritën, të vetë ma të qikën e mizë, të babës, vinë 2 policë. Që ta 2 policë e kem njësë në fillim me ta. Një konë sa arrej me syza, ma i vogël, konë i lekshtë, dhe një ka qenë i gjatë, ma në konë të armatosën, që si gjithërë që shkanë. Edhe jemi këqyrë në dhe kanë kesh ata me ironi, një farë kesh me ironi. Edhe që ashtu i kumë këqyrë dhe në keqë, ata. Pa ata e në shkun që atë kohë këshin në zonë Halilin e këshin lidhë. Edhe ishin kënë sjellë pak më të keqë. Jepë rejë pak. Vjen një i papicit, është dykon në kohë me vlavën e është emrin se di, po vlav ti e ram gashi e ka vlavit ti i papicit. Edhe në thot, bashkim të e kanë zonë Halilin. Tha shkush, sërbë të e kanë lidhë. Edhe pak në aty e lotë që i kënemi, Zymeri thash, hajde,
Zymera, thash Zymera, mund është thash me kap njënin polis, thash ku të kapi, se është njëni ma i madh. Ma me ke menja si qatë modhin, ky ma të voglin Zymerje. Thash edhe me stelojmë Halilin, të hekim, të nxerrim. Zymerje tha i herë, tha bashkim lese në shojnë Halilin se për na vrasin, mëse edhe nisim u nis për istish. Tash, unë isha pak nervoz, i thash Zymerje, thash nëse s'vjen, si e shoke jemi. Edhe nis na vetu. Pa ofru afër aty, policia mu ishin konin të më përcjell. Unë kom mendu si më kanë përcjell edhe për rastit në Pej, se kom pasi rast në Pej. Një dy polici kom para njëunit e njëunit dërzu e ik, dhe thesha 2 vjet përpara konë. Po speq ati rastin një të nga përcjell, edhe dyshesha. Ku i më afru nga të s'kallon më afru, edhe të armatosun, ka lashin që kanë pas. Tha, afro nga tha leja njoftimet. Pa shku aty të rënea, këne kom pas në dorë, kom vesh të rënea. Se isha vesh ma icëm kraush. Edhe unë thash, pse keni shqip, se s'disha më folë serbesht. Ata më fashin serbesht, unë shqip, thash, pse keni lidhe këta, që ka bo. Edhe ata i kapi panika, serbesht, falqin, edhe po më thojnë mu dërzue. Unë s'pranova mu dërzu. Halilit për ja bëj, se jetëm në distancë që aty, ata me se armë, unë jetëm në distancë më të hafër. Halili thash pse u dërzove, i bërtita pak. Po tha s'dita si po vjen ti. Thash, unë kom thonë që s'leo vetë dhe o kon dasht me ditë si vi. Në qatë kohë vjen një autobus, se pak pople vishe panë, se kon pazar, nisën mu largue, se me ka lasha, na vish, nisën pak mu kapë, u tensionu gjendja pak. Vjen një autobus kujto të konë një djali kamaj. A i ma ka bo me kryje, mu se unë gjeshim me ta. Tha qa ka tre, thash, kështu s'mishim fërë, se isha unë nga të të, u shku autobusi edhe sa ik autobusi, jenë ardhë dhe 3 policë. Aty shkon zhark edhe me 2 tjerë. Njën jarë direkt muhe, me më kapë, me më lidhë. Po në qëta sekunda unë e kom hek durët, e kom shtyje, gati në kanal e kom qitë. Aty ka kapë, një ata panika i kanë zerë, edhe ata tjertë. I shteshin edhe në cevi, hekshin. Edhe një mjetë në kom, të mbrojtë, se ata më nëshin me më kapë, edhe me ka lasha me më tutë më dërzue. Po s'mëshin me më kapë, edhe jetëm qashtu, të rëthum për tyne. Tash Zymeri këthehet, Zymeri mas tyne, ata këqyojnë se shojnë kur kanë aty, shojnë vizë Zymerin. Edhe më kanë lënë, mua kanë kapë Zymerin. Edhe një ka ra kallash Zymerin, të ka rëzu, po në qëta minuta shpejt, sa i kanë ra Zymerin, unë veç e kom hek të ne, e kanë shpejt, për mësë më kapë, edhe i kum ra tani. Qëti zharkit i kum ra i herë, edhe qëti policit gatë e kom kapë për mas, e kom qua më do këtë, si më ka do kësi ko i duktalit, i letë, e kom përplas për asfalt, me kryje, me qërdo. Qaj më ka pështu mund, që atë tonë kohën ku i më kapë më ta, për mësë më vra. Se i hupi vedija ti, edhe i në komë, kur reke koni pa vedije, s'më i kemi lirit e mu. Vish ashtu reke i pitë. Edhe mi kapë me ta një, ty rahi e urdzuë mrenë në kafet e kafja malsorit aja tje, ta shqyke me syza, që ke 2 vetë si ken, o ardë të gjujtë. Të gjujtë, për me më tre mu dërzu, se ata piskashin të në kohën të shinu fatika, kape, që atë fjale dje, se u fatika e komësue, të thonë se thashin kape. Kur afru që kë me të gjujt, ase për në shpejtësiu në kom kapë që e kom pas që të policin, që të gatin. Edhe ja kom hije shpejt, në syze i ka pas, edhe i ka hupë vedia, u shku orëzue për rëzit, o ku në ziti tjetër aty. Po për i ka dalë shklapa, e ka nëzërë pistoletën. Të teja të... Se toni ku marrë vesh të atër i risë, ku më ditë qëfar janë, po. E ka shti në cevë dhe ma ka drejtua. Po në sekunda shpejt, jem mik, e qëtë policë e kom pas të kapën edhe jem rëdzu një nguë. Se në qëta sekunda i ka gjujtë krejtë fishekt. Në drejtën temi, po në sekunda i kom dalë në përpara policin të rëdzu, ja kom qitë përpara dhe i ka shprazë. Edhe ka ndodhë, jem qua petë më kapë këtë policin. Tash ata nuk më ishën më afru më kapë. Me mëse i kapi panika.
Na kanë rrethu një polic shumë janarë në tana unë, edhe kom pa Zymerin edhe Halilin se i kishin lidhë. Halili vesh ka qenë i lidhën, Zymerin e kishin lidhë Zymerin. Në qatë kohë ku i kom pa atë lidhën, atje kom mënu se i nëzungë të ata shka me bo qësh se mu s'mëshin më kapë. Edhe më kanë ratën i shumë policë, edhe ma shpine i ma bitë, më kanë këcyje shumë policë, edhe kom shri që aty, atë një më kanë kapë. Në kanë lidhë, masi në kanë lidhë, arë zharki, edhe më ka ra kalash, që të bile kom pas edhe më të thymun. Po në efekt shpejt, isha i lidhë, unë i kom ra shkelem shpejt, që të dykon, edhe u shkua i një 10 metra, thëmë, më do, ka që ashtu si u shku rëzue. Edhe më kanë ka papet, më kanë reje, që pop. Në kanë shtije, ata i kishën kanë shtije për para në gazik, më kanë shtije dhe mu. Ta është që në mundu me në nëzera 5 për gazike. Edhe cjelshin, boksa, i qelshin drejtarët, u mëndeshin me në qitë ata miqitë, se aty një fshelenderën, ku Halili është në pjesën aty, Zymerin në mes, unë në skaj. Kjo zharki pëndrejke, nuk me këmë mahi, po ju largojsha, nuk me këmë mahi. Edhe ku jemi hi aty, se kish ka herë delshin ata, më dëshin me cjellë delshin, edhe ja u bëjë këti Zymerit dhe Halili, thash, unë ju kom cjellë, thash, kanë me në vrahu, thash, po, më së dorëzani, thash. Kjo kallëzojmë serbëve, se shqiptari i forë nuk dërzot lijet, thash, edhe në vrafshin, se kanë në vrahu, thash, po më së dorëzani, thash, asë më së dorëzani ishtë, thash. Edhe me danën a ekshin miqën, thash, më së bëni as iva, as ishë më së dorëzani. Zymerit tha, unë i kom cjellë, thash, mirë, thash, të gobohë. I farkeshja e zorit. Edhe në hija petu në cjellë që ashtu, po e di kur e ka kapë një policë Halilit felqit që to, për me nëzërë, pe që tu ja kom pojër se që ka i ka dalë felqit, që s'ju ka në shkoq. Edhe ju foli pak ashtë për Zymerit e Halilit, thash, delni, thash, jashtë. Delni, thash, se s'kishim shansë në aty, ashtu kështu ishim edhe jenë dalë. Këta të regojnë si kur jemi dalë, në kanë hubë vedin. Zymerit e Halilit, thëmë, si në kanë cjellë shumë vetë, jënë konë pëllitë shumë. Kur dalë unë e di si kom pas vedin gjithë, kur se kom pas të hubën vedin. Edhe më cjellin, se isha i lidhën. Po më nëshin me mërëzue, që ashtu e dikur rëzona se isha i lidhën. Po, bona dush se më cjellshin në kreje edhe veshke cjellshin, ma shumë. Një cjellke bëjke nëmoj cjellke. Kryje që nëjë cjellke dhe veshke dhe ju më këthuja ku më qyrë. A i shkonë më mosteje që një trash, po kur e kom pa në kësi fotografi mas luftës e qërshin, a i shkonë Milotini, që a i Milotin që mbjam një se di që shka pasë. Edhe në kanë morë, në kanë shtije, në deqanë në kanë quë. Në deqanë si në kanë shtije një dhomë, si të henë hymje që atje, në kanë qitë, unë një mjetë që të përparan, Zymeri, Halili që aty Zymeri që të bile më kujtojtë Zymerit të mathët i ranë edhe qëshu ra që ashtu për mi muri, jeti i hungjën edhe unë të po hajgari, thash, Zymer këthep, ne e mahtë i pumat se së është vakt për mu falë. Po unë isha mja hek, mes me pas tut, ose mes me pas frikë me ishtime kesh pak, se ne deshim se e hangën. Edhe këthyjo Zymerit e një ka mathë ato, po Halilin e kapi për rehen shumë, si në rehen e kapi kështë nevoj për me dalë nevoj të vogël. Edhe tha, jëmë ka keshjem, tha. Thash Halilit për përvoj, thash unë, thash i herë. Po shkoj të një këshërti. Një polic ka qenë malazez, ku sjell shumë mirë me ne. Se isha i rehen shumë, unë edhe një majke dhe më falë kështë qepaj. Qaj polici ku i thash du më dalë për, tha, erëm, tha, rrugë, tha, mes të nëto me kësishnë, tha, po më së falë, tha, se e ka njetë më dëvra, tha, në sesishnë. Qështu më ka thonë në burg në qëli, qaj. Thash, se kom njetë, thash me ikun. Së me iki, thash, i lidhën. Thash, ku më kanë quë për me, si lypa në toilet, unë s'kisha nevoj, po thash, hajtë të shoh, herë dalë. Apo, aty polici ishin mbledhë pej Gjako, pej plot policë.
aty në kanë rejherën, më kanë cilë, sa kanë mujtë, se sa nësë banë bo, po më kanë cilë, se isha e rija të është. 10 polica, 5 majtë, sa më ishin cilë, shën krejtë. Edhe jem shku më aty në banja, s'ku mujtë, as me lënoj, as kur gjo, se s'më ishe. Ka jem këthuj, ku më orë dhe i rejtë fort, që ashtu dhe vita Halili, thash Halil, shko thash vishe hanë në 2 rejhat forta. Të një Halilin në tesha që aty ka, s'ka mujtë, se nuk mujtë me shku, se hajke rej. Edhe në kanë qu, të një në kanë marë më pyetje, më kujtojtë, mu ku më kanë qu, më pyetje të Vula, e Vula kështë ditë Shqipen. Vula mu s'm ka rej, këta i ka rej dhe Vula. Kalëzëshin ta. Mua e s'm ka rej, po, the ke bashkem, the ke ti, ku ke ushtru, the ke. A ke ushtru, the ke në Shqipëri me Saliqekin, Adem Jasharin, i përmenken në atë kohë. Thash Saliqekin e kom kushëre, thash, s'kom ushtru, thash, kom ushtru të rëkap, shati. Thash, jem bojk. I vike i nati, ku e thash, qysh policin dhe këtë shtetit mi rej, thash, po ta thash, shtetit të emsion, qysh ta. Edhe, thash policinën e ata u sjellën keq, në apa e bo kur gjo, e ledhen shokun, e rehen, edhe unë e vetë shua me shokin me në shua. Ata në ledhen, ata në nisën me në provoku unë atë sjellën. Qështë rasin. Në kanë mojtë deri në 6, të në rej. Veshin me në qitë më qëtëshin foto, kishin qef deshën, me këshin se dhe kisha i majitë shuj me krejtë, ishim gjak, foto më qëtëshin deshën, ashtu. Veshin gazetarë, të në kohën kësarë në qëtëshin fotografi, në arreshin. Deri në 6 në kanë mojtë aty, në kanë gju përpej. Edhe rasti Violetë Dervishit, se ja vlen me cek dritë pas në tjetë aja, se mu ka dhimë shumë, aja hala më dhimet se ka ra prej në qatë rast. Kur o vra se këta policia gjatë të në kohën kanë gjujtë arme me më frikësu mua. Për me më kapë, së nësë dërzajsha edhe gjujshin për pjetë. Edhe në qatë kohë ata kur kanë gjujtë, e kanë vra në Balkan, se aja si do këtë, ku i në ka pa të reja sesh, në aja dalë në Balkan të këqyrë dhe e kanë vra. Tëni në pej, kur në kanë njësë me në qumë pej, në kanë shti, mu në kanë shti e në Kypek. Edhe mu kujtu e rasti kur me babën, me lopë, ka e qumë atje, thash bashkim vetë me vetën, bashkim shala, ke me lopë, të shku ta shti po shkon në Kypek e rejhën si qenë. Edhe mu kesh i farë keshe, po e keshe e zorit. Ta policia me hetun, tha në dhe po keshe dhe nisën apet me u sjell keqe, me sjell e shto. Tëni në qunë pej, ku në kanë qunë pej, me kom mësu emrin e Humdia Music, një boshnjak, se a i në ka rej mas shumë ti. Ka qenë një djavë, një burë i trash, i kushlesh. Edhe si në kanë shtjetu, ka njësë më në rej fillë në pej. Po mu nuk më ishin me mërzua, e qaj me Humdia Music, më mëndoj i këta orëzëshin Zymiri Halili, më bëshin më rëzovë. Se isha ju si përzoja, po pështohni ma leta, bile me së rëzohëm. Edhe kësë më keme mërzu, i vike i nati. Në cellë kesh poksa, shkel, ma më kap keme mërzu, po së mëjke. Se së rëzajsha. Edhe më merë më shtenë një dhomë, i herë i dru, kanë pas tesha që marën, e ka hek i dru, më ka cjellë më to, po së nisha. Të ne ka marë i pëndrek. Edhe që shumë ko një lidhën, cjellë ke që nej cjellë ke. Ke dhimë ta me modhe, esh me cjellë që nej pëndrek. Delke për shpijet, që kjo, delke. Se nuk betova, si mes me buas Ivas edhe nëse më vrojnë, po që kjo delke pej zorit, pej dhimës madhe, ish vetë. Edhe pështeti pej dhimës madhe, pështeti për zitë, që atë Humdia Music, ku e kom pështet për zitë, që ashtu i lidhën, s'm ka ra mu. Aty e tjetër mu s'ka ra. Dhe dikon 11 natës, që ashtu konë, kur në kanë majtë, që ashtu të na, asë edhe në kanë që në burg. Në burg mu më kishin shtije, i kishna pas 2 malazez edhe një serb shqiptar, nënë shqiptare, bënë serb që ashtu të shka konë si ma nëmnej. Malazez një ka pas zhelko dhe një malazez tjetër kishë pa dhunu shqiptar, a i shkon djali keq. A që kështë zhelko malazezi, kështë kishë pavra një serb në diskotekën që ako, kështë shkon djali mirë. Edhe ku më shtinë aty serbën aty, isha i rehun, shumë i rehun.
Qaj se kishë dhonu i shkon shumë provokator, provokus. Edhe lypi shah me lujt. Lujtëm shah e mujta. Erdhë mërzia aty, lypi më rokë me mu. Mas një 2 dite që ashtu si o ase lypi. Edhe në konë krevetat që shqipojnë të burgit, ka 2 kështu me heka. Ja kom kapë mundu më kapë me hekra, me krejtë e rëzoa ke shka e mësë. Që aty këndojshim konë patriotike. Jënë konë 2 roje të burgit, shka të strelësit, që më ka një muë shumë, Tafa është edhe vllavi Tafës, 2 në konë, edhe më ka një muë shumë, bele vishin, më thëshin, se këndojshën ka pak, mos këna, se e këndojshë kongën e ose kukë, se ja o kalëzësha këty në malazezve që shika, që është ne, këta thëshin asë kemi një, s'kemi një. I 3 i keshim, s'keshim fort aty asë. Edhe ka qenë koha deri sa jemi largu e mik për burgit. Për burgit jemi ik, në kanë majtë deri sa dikona 3 java sa në kanë majtë edhe i kem kry gjyqin. Në gjyq kanë arë sërt për deqanit a që e në konë ata kretë 5-6 në fillim si e në konë. Edhe të tregojshin që në ka reje, që u ka dheshin nësë gjyqit. Edhe theshin kjo e ka vra Violetë të Dervishin. Pse në ka kap kallashin, edhe to kap në e ka vra, ta shumë dheshin në alën fajnë. Edhe unë ja të regua rastin, si unë se kom bra, që shka ndodhë rastin. Ta shtim mbrojtje lirije, ata në shumë, për në shumë me qëllim, që shë në erdhe një format, ata një me qëllim të keq, me në vra, pse si do këtë aty ishin konë Interpol e kishin pa qëllu pejt në Deçan, në qatë kohë. Edhe kanë ndërhy shpejt, jënë mundu me në mytë të në re, po kem pas fat, kem pështu. Këta shkun i qunë, lëpën në spital me shku, i qunë të azymerën e Alili, mu më thanë me të qunë në spital, ta shë, ja, me shfa spital. Se ishin shqitarë, veshin edhe këta Shqip, ta shta me desh, ta të mysin, atje shkë s'pëdu më shku, s'pranoha më shku asë spital. Këta në jemi ik prej ku im dalë për burget, e kem pas edhe rast në Baran, kesh futbol, edhe shkojmë me shok atje, s'kesh kohë shkurt. Edhe kesh qelë një i Baranit aty një qebaptore ka pa qelë, na thiri me hongër, shku më aty sa shku në vinë 2 policë. Edhe për na përshëndetin aty, po në të një pet i rasit, resha edhe armatosën, më nuk resha kështoj. Edhe s'fola e qënë, po edhe në honqën ata me pi. Jo thëmë këtyre shokëve të qomi, ma vonë vim, ku të shkojnë ta. Qomi na, ta shtuarë në për apet, këta veç i këshin thirë njësin speciale. Ta është vinë njësin speciale me gazika, me 2-3 gazika, edhe të gjamia e Baranit në to adhëshim 2-3 shokë, o konë nga një i Berliqit Kashion, gashi, edhe 2 kusht tjetër, kush o konë, së më kujtojt ashtë momentin. Do këtë dhe qaj i Baranit, o konë qaj djali. Edhe vinë policia është drypin me gazika dhe një 10 vetë në olën për balë me. Ta është një 200 metra në olën ata të arka unë në këta. Po si të kalish gjamin është një rrugë në djathë. Edhe në të jetë si në qash, ku i marë të marë me qatë rrugë. E ku më këty nësë, veshe i paralajmëruar se du të me ikë. Se e ka njetë në kapë. Ose me më vra. Se ishtë që du qëllimi mu, se në edhe informata na për do që do kushërit tani kanë pas do një pa një sneq, edhe një qaj malazezi kështë pa thonë se qëllimin e kanë me vrahë. Edhe mjallon fajt nga ka sulmu. Neve që dishim atë. Edhe jam ikë. Aty më shku rothull për malë edhe ika. Atë njemi dalë për Shqipërije në Zvicër. Po kem pas edhe vëllam që nga ka për cjellë. Edhe o konë një i Mila o konë një i Prapaqanit, që e ka ditë ai nga ka për cjellë, dhe në Shqipëri arë me ne edhe ai. Hashtimi ka arë dhe në Vlorë me ne. Në Vlorë i mjëpë në Skafa që që ngonë për parën, edhe kem dalë në Itali. Në Itali ke në Leqe, kem dalë në kujtorë në Leqe, kem dalë. Po para si me dalë, o një gjerë që ishim një si sheje ka pas që të shkonë që në qitke. Ramë nëjna se në hetun ata, edhe do të me kësyn deti, me i kolege me një vend malë, fletëm
Të një të nestit, edhe i qaj gjergju largu ikje, se deshim rrugën heq, jetëm vish nga 3. Edhe unë nesëm rrugës, një kerë nalëm, pak falshim anglisht, pak që shqepsës deshim atër, se shim dalë kur konë për i Berlish, vish dhejmë për e në veçanë. Edhe i thamë më na qua deri ku është një stacion i trenit. Edhe që atë në trenit në qaj italiana pa qua, patëm pak parë, keshim ka pak parë, ja. Edhe patëm morë për aty për Milano. Në Milano përvum ka Italia, ka Franca me dalë në nëzun, e në këthy në apet. Të një konar dhe Selim Gash është i Berliqit, të ka arë me mikë vetë Arivzemen. Arivzemen është i Strelcit. Ka qenë edhe shok i vlavët Arivzemen. Të një lidhje gjetën atje, me ta jemi dalë në Zvicër. Paj, kur jemi njësa, ne nuk kem ditë, nëse ishim ish kohë se ishim të brumë. Ish kohë e keqe, që atër në vitin 94 ka qenë kohë ku me keqe. Edhe na jemi njësë për më shkuës, kur këthejmi, s'kemi ditë kur këthejmi. Po, fatën e kom pasur në kur kom dalë në Zvicër, në fillimet, në Bazel jemi shku me Zymerën, edhe mu më kanë qitë në Aravë, në Fteringen më kanë qua, edhe aty kom taku edhe Kadri Veselin. Edhe a i sa kësharën me Hashim Taqin. Aty e kom taku rasisht pe pjësën e o konë një migras aty në Ftringen. Edhe pjësë a shkosh që ke adres, tha e se të që ajo nësë tha unë që aty. E jemi njëftu më ta me Kadrin, ka qenë edhe ideali dërnic me ta. Sabri emrin e ka pasaj, se ka herë s'po kujtohen. Edhe jemi shkua deri aty, të një prej aty hytë, bile aty shef o konë një kroat o konë aty, edhe në kanë qitë, mu më kanë qitë një kërvet me Kadrin. Unë jëmë konë ka dytë, Kadria konë poshtë. Aty në kanë mojtë 2-3 mujë, pe aty në kanë transferuar në Zofingen. Edhe në Zofingen në kanë qitë bashkë. O konë, jëmë konë ka pasë aty, edhe tonë stanë ka pasë azilanta. Kemi najtë edhe një 6 mujë ditë një dhonë bashkë me Kadrin, edhe aty në kanë arë letrat azilantit që i kemi pranu. Kemi marrë banesën në Aravë 2. Tani ndërkohë Thaqi kemi na vizitu aty në Zofingen, sa jemi konë në Ftringen, jemi njoftuar me Thaqin. Edhe tani jemi njoftu ka dalë me Kadrin, edhe jemi hije edhe në rrjedhat në qëke, në shtrinë qëllimtarët Kosovës. Ka dalë jemi arë të njoftu i herë. Tash Kadria më kujtohet në fillim, i interesoj kemi më vetë shokët e mi, kush fa familje kanë, përse edhe Zymerën dhe ne pa të marrë, pa të afruhe. Më vetë ke mu i interesoj ke për familje, kështu. Unë e vetë shka për ato, veç unë njoftum pak historinë teme, si kom pasë, si familje kem pasë, rastet e kur jem rej me polecë, si jem largu aty edhe. Të një e murë edhe i besimin tonë, edhe i të regum shumë sen, edhe të një më të regoj, tha si i kemi do shok jërë, tha, si jenë u qeke. Dikon në konë vitin, o konë pa hiti, dikon që atër ku konë pa vitin i 94, fillim 95. Po unë isha interesume me gjithë një partije që konkretisht bën diçka për shërimin e vendit, që është një parti si organizohet, isha i herë shku në balë kombëtar ka qenë, thanë ma edhe që aty po nuk na vdok diçka edhe pe aty të largume, dhe tani në fillim me Zymerën. Hala me Kadrin ishim, po hala nuk ishim, ama në fillim mujnë e parë, dytin unë nga interesaj ke me gjithë shqiptarë që janë blasha po dojnë me organizu për luftë. Tani bëram bashkë aty, i Kadria i shkon bashkë kryesori aty me Thaqin, fatën e patëm edhe. Unë njoftu me ta, tani dikon 95 të në kem pas me hi me Kadrin e me Thaqin, po unë e pata rej Serbë, e rash në burg. Në rao. A i Serbi i pata rej Turkon, Turqit e Kurt. Edhe ku isha në qatë qytetin e rao, unë isha vetë si shkova i ri, edhe ta isha ata si të rije, unë mundesh një shkoni këshin pas ata aty atë vendin, kështë malë problema. Ta isha ata Kurt e këshin shtijat Serbin me mërej muhe. Edhe konë kërtë një diskotek ku banësha, unë e film një hymi tjetër banësha, i më konë me një binak pepshin,
e unikit bashkë me ta. Ka pasur dhe shqiptarë aty që ka një Bekim Zeka i Prishtinës se do shtu, tash në Amerikë është ai, djali mirë shumë më vonë. Edhe tu hina aty këta kishin shtije me mreqat se ai serbi ka qenë kickboxer, edhe kishte qenë i zhvilluar edhe problem shumë i njoftun për problem aty. Edhe tu këshyr po më afrohet nga atë dhe po më qyra, ja, po unë po më shkojnë sy të ai, thash çka ka, thash ja bëj kështu me se i zhurëm, çka problemi ki. Dhe po në thanë të raja, po e hinë nga dajnë, një konë dhe sigurimi aty, më kapën e mu, thash, po s'kam problem, po nëse disha si o serb, halo. Edhe vjen Bekim Zeka, tha bashkim, tha është ta problem, tha shka kjo më, tha serb, thash, unë me nëzispeqas i kesha i horejsha. Edhe kom pritur në desa është liru, po aj se kalon zoti rahat me u largu, asesh në edhe vjen ma frot, po konë, ku isha unë qëto konë konkorti, këtu ma poshtë, edhe dojt e dyta pjesë qështu, ma ne, tu nisha qëto. Edhe ajo arë që të në shkallë hypë, edhe ishi 2 metra, konë i madhë, i zhvillum, ishte 20 kila për këtë musë. Edhe arë, aj tash me më tutë, që kanë zanat, ta sëpë. Tha, në të ha, me goje, po bënë qështu. Po s'kom pritë. Si i kom ra, tash ku i kom ra, im konë në afersi, s'kom mujtë mira dyre, po i kom ra kroshe. Po qa shumë i kom ra, o shku e nëherë, do këtë 3 metra, o shku sa tje ma poshtë, edhe më krye, pa vedije. Edhe nuk e kam zakon, kur të bjen të kush pa vedije, mi e ra mu. Shtu vetë e kam që ashtu, si kur ta shti nuk rejem, se i kemi bo vjetë, po ku im konë matri, ka e në ka ndodhë problemet. Ishin konë hojshem kretë sigurimi. Kretë shqiptarët aty hojshem ta. Kretë e kanë sulmun ta. A këta shqiptarët e sigurimi, kretë kanë cilën ta. Që ashtu për pa vedije. A unë tërhek në aty. Po mojnë vesh të një, sa i ke rej shumë, patën marë shtim bërkë, që ashtu patën majtë pak bërkë. Ta një smajtën shumë. Ta një këto jenë ardhin hije kadria me këta kur jenë kënë hije në për Shqipëria, në ardhë ka bile aty në hije me edhe Lonja, kur me ta se më tregun të një këta si me Luana Radini, në ardhë kënej ka Glogjani, një planicë, në drenicë, që i kam pas misionin. Po, 96 një më hiju në për herë të parë me ta, një planicë, në drenicë, 97 një më hiju 2 herë, 96 një me kadrinë e mashimin një më hije, 97 një më hije, një herë jemi hije masi si ovra Luani, dikon një mujtit mas, jemi hije me kadrin, Hashimin, Thaqin, vërtet, Hashim Thaqin, Kadre Veselin, Jakub Nurën, edhe Skënder, bjemnin, so kam kujtuat Skens, ma gjupi ja bëshim Skens. Edhe në herë jemi hije 97, dikon vonë, në 8 orë, 9 orë, aty jemi hije me Recep Selimin, Kadrin, Hashimin, edhe ka qenë një djali, ka pa dhonë në Azem Sylla, një djali Jobilishit. Edhe Haki Drenica, konë për e parë që atëherë me ne o hije. Po na mërshim arme, në Shqipëri, edhe i qeshim në Kosovë. Papa në kom gjithë rrugën, në kom e kemi bohe. Le që kjo rruga si jemi hije që të verës mas Leonit, jemi hi 2 herë në Karaje, kemë bo rrugë gjatë shumë kemë bo, se himi herë për ka bërë në cutja ne, dulem gati në Kamalizi, e kish pas në kofije asi oshtarë, se këthym të një apet pjesë shërmisë dhe dulem në ka pjesë ajon, ka Gjërëvisa në këtë pjesë, në ka bjeshka e Unikit, bjeshka e Vokshit. Po na etshim natën, edhe nuk etshim rrugëve ku këshim, po etshim këtë bjeshme. Natën etshim, ditën, kër në nëzajke, dita fleshim dikon, malë, kersha, ku në nëzajke. Bilem kujtohet njëherë, një rast shumë, se patëm kje shumë. U lodhem edhe në nëzuni për mije, jënë konë do gorë kershat majtë, të Gjërvica, kështë atje për mije, ishin stanët e Vokshit poshtë. Një kru i shkon aty e gjete me kadrin, të një mos më ishe me gjetë qatë krua, pi muj.
Po do quba të gëllijave, ose të kështë një të mëllikave që janë konë aty, unë e thoqë që të ramë, këta pjesë tonë aty, edhe ishë hona. Hona ishë se ishë verë. Po atje në Gjërico ftoftë dhe verës, po Shqipëria është vend joni, dhe Shqipëria na jemi një. Po Shqipëri na s'kishim mujtë me mbjetu, o konë problem. Kem pas njerëz shumë të fortë, familje shumë të forta, të mira që na kanë dhonë bukë, na kanë pritë, kemi flejt aty. Po ka pas edhe na individ rasti, na kanë zerë edhe na i problem. Le kemi një rast shumë është interesant në kohën kur Leoni, kur ovra, kur himna në Kosovë, një muj ditë në arahe në Kosovë, plus u këthy më dhe i herë në Kofinit, po kur e krymë misionin se kishim krejt, e murëm i taksist në Bajramcur dhe shkojmë në Kukë si herë. Se dëshim me shku të Leonit, të vorë i Leonit. Unë e Kadria dhe thoqë, ishim në tre. Shkojmë Kukë dhe dojmë u mathë, me i bletë doksit mathë, unë e thoqë i gjojmë do apinga e në kone, ato apinga të palidhë, se e në kone të leta. E i blejmë dëtë njëjtë, Kadria janë isë të keshtë atë meni, thëtë me lidhë, se ku me ditë që që qëtë puna. Se ishtë 97, pak o konë problem Shqipëri, se ka pas pak probleme, po mirë kemë kalu apet. Tash kur dojmë shkue me atë taksist, kur shkojmë në mje Krums edhe Vlanës, aty ishin konë do bloka dhe një shpi me bloka, vjetë dhe 2 roje me arme, një 50 metra aty. Taksisti thot pjo 5 që të ju, edhe na shkum konë për me shku edhe të vorë i Leonit. Me majtë 1 minut heshti edhe me të si Shakijani. Shkojmë atje, na e krymë atë, ja bojmë atë respektin e Leonit që është të adeti. Ka këthe e me u bo pak tërë. Të artë taksisti na del, jera matosu një djallë me fjokë dhata, o konë pak si të vdel edhe na blokon, me kalash. Edhe e pytë, mas pari më kujtohet, thashin Kadri njën e pytë kush një që ka e një abdin, po falke shumë ashpër. Ashpër, shumë nervoz. Na si të rgojshim emnat të vërtet, keshim emnat kur i apshim. Edhe vjen tonë të tjetër, tash, edhe unë për të rgoj atë emnin, po të unë aje kapi pak panika. Edhe në qatë moment aje e kësë kishë pasë në ceve, shti në ceve. Po në qatë sekundu një shako që ofre e kapi, ka losh një kapi, edhe aji normal kreset, po e blokaj. Kadria e kap, shkon shpet e kap për fyti, e blokon dhe ja hekim. E marrë me të kaltu drejt, tashti unë e kalloh për kadita me kallash, Kadria o tutë se për evroj, tha mos bëkser, mos edhe ma ka kap kallashis, ma kalon. Se nashta ku mujtë në qatë moment dhe me vra, e s'ka liu. Taksisti ka thonë, prit një që tu tha ama një mu, tha këta se tha e qenë polici. Edhe na pak e bon gabim, që aty, se na të mënu me së është janë edhe që ta me ta, ku me di qka dhe i besum këti taksistit. Tash taksisti akon i lidhë, në asë konë me ta në nuk e dim. E merë taksisti ato, e lidhë, e shtenë aty dhe peqanë me arme, këj për me quen në Krumë. Në aty e pritë aty, dullën pak, si isha rruga atër, konë rrugë shtështumë, po dullën pak kanë i rrugë një 50 metra, u vanu pak aj. Taksisti ka pas një Mercedes të saret, që që tojmë në atë lullës. Edhe vjen e ka da dalë, po këta, aja kanë bloku këta taksistin. Ja kanë morë kallash në që ka bohe, këta ishin arë një 3-4 vetë me ta, e mas ishin më shef. Edhe vjen taksisti në alë mandej në thirë, në bërë me dorë. Edhe vish ishtë të rruga që atër. Nisëm na, Kadria e she, e vrejnë. Edhe thët, cim, se edhe cimerë këmë pas ka di, ma bënë cim, ik. Edhe nisëm na me ik. Tha që në Kadria, ata dalin në gjunë më kallasha, na iki marë avë aty për me shku në Vlanë, këmë pak peq aty të pjesë, dhe shku në thyme aje tokë. Po sa bim në aty pa pingat mu, tha që na esin aty të ngajtë. Edhe shkojmë Vlanë atje, therat, ka shkojmë aty këmë pak si malë, aty Vlana me thera, na hinë thera në komë.
Tash tha që tu kesh, ma për kjo kia pinga, thasha kjo ki te. Ka dyja the kjo kom thonë, merë një pak me lidhë, tha. E bëshim majgore, kështu, po, pështum mirë. E aty për ka pas edhe në rast, kështu ka pas, po mirë kem pështu. E, Samil Lushtakin, ku jemi hi me Samin, jemi hi në Mars, jemi hi në Mars, sa jemi konë 27-8, ku jemi hi, konë Femil Ladrovci, Gjeva, Bekim Berisha, Fatmir Lima, Samil Lushtaku, konë Sajt Jashari, konë Agim, që shakua se një Agim Bajrami është dëshmor edhe ai. Konë Kumanova, këtë dëshmor. Zymeri, konë shokë jemi, Zymeri, jemi konë, grupi janë që jemi konë. Ta i përmena Kadrin Thaqin. Qka unesem nëse tash arsyën pse unë isha në Çekoslovaki kisha punë diçka dhe më thirr Kadria mua, në telefon kontaktojmë, tha se në Qerez dhe në Likoshan kish ndodhë masakra. Unë s'kisha ditë kur gjo. Edhe foli me Kadrin në telefon, edhe ma bën mu Kadria, se ma bëjke ka herë dhe cim. Herë bokser, herë cim, ma bëjke cim, se edhe cimerë kom pas. Tha, din tha si ka kërsit lufta. Po me të rëgu drejt, një teme, 2 herë jem mërzit mas shumë ti, gjatë edhe jem gëzu mas shumë ti. Gëzimi maj ma një teme, o konë kur thot Kadria ka kërsit lufta. Se mu do si u shlirua, që aty mu ka do si u shlirua e veni. Si më ka thonë, me të ka du drejt më kanë shkurë qethet edhe jem gëzu shumë. Thash qysh, thash qështë, thash veç jem ka shkemi marrë biletën, thash edhe vinë Zvicër edhe. Edhe i dhënimi se muna me harrua, i dhënimi maj madhi është kur nesen me ik mas ofenzivës. Edhe mundova mi këthyë do që nesen me ik se kur kërsiti lufta murën arme shumë, murë organizu edhe katune, i murën arme të shpejt, po kur i kapi ofenzivat pa përgaditën edhe i gjëten edhe u ladhen shpejt, nesen me ik, po kur u mundova unë mi këthyë, do, më pa thonë Kadria vile këshur më është mi këthyë atje, se ishim të organizu më shti arme, ishim kofi. Edhe tonë, bërkëshëshin medalë jashtë, tash po, tash i kom lon letrat, se mu ma këshin rajtë pas ma këshin dhonë, tash unë e kom lon letrat e jo marrë, e jo peleni vendin të kalë, edhe që atër jo mërzit shumë, kur i pa shumë shqiptarë të rritë o ikë. Shumë ju më kur mërzit. Edhe i kom hypë aeroplanit në Zvicër e kom takue Jashar Salihin, dritë pas në tjetë dhe Jashar Salihin që konë burri fort, burri madh. Edhe i kem nëzërë biletat, edhe me Zymerën e kom marrë, dhe në ka për cilë deri në Core, Jashar Salihin. Në aeroplan jemi taku aty edhe me Fatmir Limen, me Topin, Haxhishalen edhe Kumanovën. Në aeroplan Shqipërinë ka prit Xhavit Haliti, kom pas edhe pak pare që u dufke për furnizim të qekes. Mi pa dhonë Jashar Sali, ja kom dhonë Xhavit, edhe pe aty Xhavitin e ka prunë Tiranë, edhe im taku me Kadrin e Thaqin. Tani mi organizu grupi janë, e jemi shkue drejt në pjesën ku kem pas me hije për në pjesën ka hasi krumës atje, ka Vlona, ka e pjesë kur edhe jemi hije grupi janë i parë. Pseudonimi bokseri ka met kur jemi hije në Mars prej Samil Lushtakut. Tu bo bised me Kadrin, tu njoftua, e Kadria i thëtë si bashkimi është edhe bokser, edhe që edhe Samia thëtë kjo edhe patriot, edhe bokser të kështë edhe pe ati rastin thirë bokser gjithë Samia dhe tjerë të një edhe nisin më thirin bokser. Ta shkë rastin 97-ën, masi ke ra Lani, ase na erdhem në Drenice, në erdhem një Blanice në pjesën anej edhe, ka këthym e murëm edhe me Dautin, pe e Blanice erdhem rrugës, e o konë edhe Kaqorreli, Gazbën Mehmeti me ne. Po, Dauti kesh marrë dhe me ne, edhe o konë Ali Haxhosaj.
Se kom pa mu për tjetër, konë edhe me ne, isha une, Hathaçi, Kadria, Jakop Nura, Skenda, edhe Kaçorreli. Dautin e lam se ish vra Leoni edhe s'deshim ish edhe i ri edhe Kaçorreli vjen me ne dhe majmë rrugën edhe kem pas plakun. Komandant plakun e kem pas me veti edhe grujen e Nejt Hasanit. Po Xheledi Gashi ka qenë plaku, lavdi qoftë edhe ati, se konë burri madh. Edhe me ta i kemi qitë pjesën, kur kemi dalë tani prej pjesë, po është një rast kur jemi shku në pjesë t'Junikut, të bjeshve t'Junikit, tash nata ta hup pak bjeshka, ta hup edhe rrugën edhe ata si e deshin aty i hupi. Edhe unë Kadris për thamë, jemi tu këthy apet në Kosovë. Sa ta thanë jemi dalë, në maton Shqipëris tash nuk kemi dalë. Se unë isha pjesa e Deçanit, Bellajës, e dy bjeshk paka shumë afër ishim, i desha me tahmin. Edhe që aty do fjallin rojmë me Kadrin, tha këta e di nasionë, vinë rojmë do fjallin aty. Kaçorreli rike nga të meje gjithë, Gazmend Mehmeti, shkon djallë trem, dritë pasën atjetë, lavdi i qoftë edhe t'i gjo. Po kur shkojmë një stan, për me vete shkojmë një stan, edhe nuk e di ku ka qenë stan të shkor, edhe shkojmë na me vetë, a jemi në Shqipëria në Kosovë, a i plaki shkon afer ushtria shkon afer ti. Edhe tha, mozo e ikni se, na pa traumatosën në ishë, këta janë që ushtria atje ikni. Edhe nesën tash më shpërndohe, po plaki ka qenë pak i lodhën, Gjeladini më shnetë, së konë mirë edhe vdesh tani nuk mas lufte se s'mujen, pa atëherë së konë fort mirë me ushike se edhe plakin edhe tash t'i grune në Nejt Hasanit, unë i kapi dët. I kapi dët, edhe këta mu, edhe qështu dët, tërheken këta pak ma nej, Kaçorreli nalet me mu këto, edhe Kadria ma nej, vjen edhe Kadria të një këthehet, em një manë. Po i shkon trem djallë Kaçorreli. Trem djallë të një tërë. Deri në Barancor në Trupoj mi shku bashk, të një mi këthy me Kadrinë e Thaqin apet, ju kemi pa pushu, ju kemi një mua Kaçorrelit e Alisë. Deri në pjesë të bjeshve të Deçanit na, vishu në Thaqi edhe Kadria, se Jakop Nura dhe Skenda pak ishin matë leodhën pak ata, ishin leodhë pak, e na u këthy me apet, pa pushu, kem leodhë këgja shumë. Bilem kujtohet ku imi këthy të një apeta nej pa pushuve, qa që ladhem, të ishim më nalë dikon edhe kom rrim një stan Shqipëria, kon me thupra, i mur gjumi shumë këta Kadrinë e Thaqin, po mu s'merke gjumi. Pse ish pak ajo pranoja si në kofi me s'far prite, me s'asesh në. Ku qumë, thashtë në s'kom flajt heq aty një thashtë të shdo. E ka raste interesant si kemi kaluar. Po. Prej si më hire në shtishën të Argosoni, më hire për mes Kadrisë. Edhe Thaqin e kom njoftë për mes Kadrisë. Kadria o konë ma i gjetëshëm, kështu ma i levetëshëm, ma ka njoftë shumë Shqipëri, ka njoftë të në ondë, konë shumë energjik. Thaqi o konë këta, Thaqi dhe Kadria, këta s'kanë bua rolin e kanë lujtë, të një rol e kanë lujtë. Ta kur njoni pa shoshin s'kanë mujtë me bua, dhëtë jënë konë shumë të rëndësishëm. Që kanë punu shumë, kanë bërë shumë, jënë konë... Ta shune sa më shku me ta gjithë, këta dy jënë konë dhëtë kryesor, jënë konë këta dy. Kur jemi hi, na konë hala, konë që atër, kur hala së konë se në rrugën, kur jemi këty, dikon ne jemi... Na bashku kemi më rrije në një blanicë, dikon kam rrije ateta nonë, se i bom në edhe rrugë, pak një 2-3 ditë rrugë për Tiranë, dhe se arëm që atëra konë edhe rruga o dofke 10 orë, 15 orë i bëshë rrugë vesh dhe në kokës mardhë, se në konë rrugat malorë atër. Të një dhe se organizumë aty, o him kom, po ku kemë rrije një blanitë, po gjatë rrugë se kemi marrë vesh si veç Adem Jashari, se keshin do radiona që i mashin të faqe. Vështirë, po ne nuk besojshim hala, dhe ishim me s'po pështojnë, me s'po pështojnë në një, se keshim ato,
dëshim për me pështu, kishim qef për me pështu, edhe mjashari. Vështirë, përjetimi vështirë, kur të merresh vesh një bashkëluftar ose një njeri i Zotit i luftës që është shumë i rëndësishëm. Më ra shumë vështirë. Vështirë unë më kujtohet një rast sa i vështirë është ku Kadri Veselin se kom pa kur to kajt. Një rast kur i kemi qut plagosit do konë pak para marimit sa i ka pas tash 3 muaj deta sa i ka pas pa marru lufta. Tash kur vra Shkelzeni, kemi qellu me Kadrin anë, jemi him me thaqin, kemi pru thaqin për Rambujes, jemi dalur në komprit Kofije, kemi pru me ta. Tani jemi takuar në dikun Mollopolc Petrov, në pjesën e Nërdimës. Edhe na vjen rasti si ora Shkelzeni. Unë që të e kom pa Kadrin ku i kanë shku latë. Edhe tha, s'ka pas sa djalë më të fort, më djalë më të mirë, tha dhe sa dojnë më vra, tha krejt, ju dhem, shumë ju dhem, dhe kom pa si latë i kanë shkajt, ka qajt. E kom pa përjetimin njeri një shok, se Kadria unë njoft me ta, me Leonin, me Shkelzenin, unë njoft, me këta unë njoft herët. E ka përjetu shumë ranë Kadria, ramin e Shkelzenit. E është ranë, me të vra një shok i fort, atër kem pas nevojna për shok të fort, për luftar të fort. Se pak ka pas, nuk ka pas shumë, a i kur i herë kapen armën shumë, ka tunë e qunë, po ata qësh e kapen edhe i gjëjten, po dorëzun shpejt. A kësit vendos si kanë vendos me hinë fillim edhe den marim, ka pas pak. Një rast në 97-ën, kur shkojnë në përjet parë në familje, edhe erdhe baba nuk dike. Po ne armët i kishim qitë krejtë ju konë zollat, mortajat, armët i kishim qitë me i pastruhe, kishim qitë në të burra. Edhe vjen baba me hije, se me vesh se mardhune, vllav i thot babës, thot, mëse, thot se janë, jo mërë thot pa e pa bashkimin dhe shokt, thot pra mësë të thot, jo mërë në studna, thot. Edhe ku hin baba ishe armët. Edhe bën një farë keshje, i thot Kadri Veseli, i thot a gjareq, thot qa po duket. Thot, po mirë, thot, po runë, po se për ju të ratë, kosh baba, i thot. Runë, thot, pak keni kujdes, se ka të ratarë për ju të ratojnë. Edhe ma bëm baba, tash për të rati ratin, tha, baba, tha, me bëm me na hetu, tha, runë, se na kallin me kujshie. Tha, sho, baba, thash, na më dërzu se kem njetë. Nuk kallëshim na, tash edhe kujshit që kem e bo, thash, na duhet njetë më dërzu se kem. Se jemi hinta. Edhe gjdo ushtari që ke, si o konë vendos, konë i përgaditun se më javret familjen, më është më dërzu sekundar, kush e ka parë me në lutë, së është mirë më dërzuhe. Edhe na jem konë të përgaditun si mundën me sulmu dhe ademin, edhe thaqën, edhe haradinet i rëthun, pjesën kur patën fatë, se pështunë se jem konë të rëthun të rëndë. Po, së mund është i bashkë me e kem pritë rëndë, po s'ke pas shka mi u bote. Se s'ke mujtë me diti bashkë cilën në moment për, tash na qëllum për jashtë o rrugës, na s'keshim aeroplan me shku në dim. Në është ta dhe më përpakon që aty s'keshim mujtë me një mutë, se na s'me e dim që shkon rëthona, se më me fol njeri pakon aty në rëthona. Se fol dikush ja futë edhe katë, kanë qef me fol, nuk e fol në realitetin në gjinja. Kom që me polaritetin që është. Tani kemi rrina në pjesën, jemi dalë një Blanic, jemi shku ka Dënic, tani jemi këthy, na kem pas marrë dhe në Glogjan. Unë Zymeri, kem pas marrë një Blanic, jemi arë një Blanic, dhe për Blanic në Përleq, bile na pa të vdek një koshëri, që është shala aty. Edhe u falqen të njëse pak nisëm na dhe me dalë haptas, i armatosën aty vlavnë e kushërete, se aty dëshim me kërësit edhe kënej. Edhe vjen një bërimi, dërvishjo tash, pëse dërim bërimi, edhe besnikim jam në sfjo këjtë unë, djali mirë, dhe ajo është tash të me keo unë, është djali fort. Vinë edhe keshim i marrë na, dësne e perka kanë ba ardhë, keshim më shkuën në Popovcë. Në po në shetës aty Popovcë, keshim më shku i marrë.
organizohem me kertkalit, do koshëre, marrë gjavat gashin, zymër gashish me muë, afrim shalen, himi bishin, hashim shala i zhlavi jam edhe, shkojmë i mashtë arme na. Po ka dalim dhe qanë, ka Carabrejki trup aty në zatetëm Serb. Ata ishin konë Serb të dasht me i ra Glogjanit, për nësë s'kem dit. Tani ku shumë në për në shetë armë që i marim atje, ku i ato, ata veç i këshin parada u lejmu si i ra. Edhe tani na kemi marrë të armë, do e kemi armatosë, ja kemi shkip bërimit, ja kemi shkip atje, këshim i marrë edhe do armë anej, edhe qështu ka vazhdu tani. Pjesa të bela aty e kom taku në kofim për në shetë, se kom taku edhe ku i keshim i marrë edhe që të arme në pjesën e Bremcurit me këta keshim i marrë me bërimin, e kom taku edhe zeqen aty, kanunin. Zeqen i shkon edhe kë Kelmendi, Dema, Qërim Kelmendi, i shkon, e veshin gjendë si organization të një me hi aty. Fillim kur u bon do ofenziva aty, kur u bo dhe në Glogjan edhe pak unin do asje nisi pak njësën me kap vullneti, puf mi kap, edhe i kapën arme tjerë në fillim. Po ka pas edhe asi njerëz që jenë konë kuna i lufte, a jenë tut. Kam bo edhe propagandë pak a shumë kuna i ushtrisë shlemtarë të Kosovës që kem pas edhe në përfshatra. Se jenë tut, kanë mënu si së shtyjet. Bile mu më kujtohet pas që të kur ma bon do koshërej, aty ishin edhe bo, thanë nuk shtyjet bjeshka me gjëks. Thash, valla ka mu shty me gjëks, thash edhe Serbin, thash kjo smet episodit në Serbi kemi qutash. Edhe ata e murën si këtë fjallë, si tani në fillim e murën armën, shumë e murën, në shkuna se, po kur kërsit i ta morën si kapin ofenziva, ishin të pa përgaditur. Nuk ishin përgadit me vdek. Edhe i kapi tuta dhe i gjëjtën armët. Për Logj, ofenzivën Logj, isha unë kur rasin, kur edhe pe i dërnicën këtë pjesë ka Logja edhe në promje u lajmrua se në kërset në Logj. Vëllau Hashim Shala me Shabani është bosnjak, ka qenë shumë djali fort dhe Shabani është i plagosën, edhe i merë do të bërliqet një 10-15 vetë. Vëllau dhe shkon natën në Logj, edhe i nëzojnë pozicionet me do djemë të Logjës, edhe i nëzojnë. E i vëllau i kishë nëzojnë të shpijat e Morinjave, fillim atje, edhe ushtarët e vetë i kalon një 100-200 metra ma në pjesë në e me do të Logjës. Të nestit me mëngjes, unë i marrë 28 dhe i shkojmë për forcime. Ta kërsesin në luftën, luftojnë ta, se në qëtë shpi, kur jo konë vëllau me këtë bosnjakin, i në mundu me i një 7-8 Serb, konë. E kënë artë i trinë, i shkonë aty trinë, kështu i arë me i në bërë, të në zatet në 30 metra, 40 metra. Vëllau ka pas, po shkëmartë vedhë, se janë kone e me 100 fisheko, kone e madhja me si, edhe javë kanë shu aty i kalon. Ata e në arën Pizgaver, minimu këj bosnjake kish pas një mërtaj. Edhe me atë mërtaj del edhe javë kallë Pizgaverin. Po të gjujt aty me ta, se sërë të një vinë edhe shumë mundon minzon ta, të gjujt ju sosën fishekt. Edhe një Rëgjep Mërina, ai nuk e kom ditë se është baba i një shokit temë zvitrë si kom pas. A i shkon shpia ti që ati Rëgjep Mërina, edhe a i me ta që aty të një mu, po ku tërheken këta si po fishek, tërheken tash, a i përshkon për një vijë Rëgjepi një piesë, këta për një vijë kënej, edhe ata sëpt mundon minzon. A vëllau thot një të temë ka pështue, se i gjysha dhe të një tërheken se kënë kanë ndojnë gjallë dhe nga sësën fishek. Këta, Rëgjep Mërinin këta këshin plagos me snajper, se e konë shumë i trash, i madhe në vije, të shku visë snajper, kretë një 4-5 pluma shpinës. Edhe jetë ma në pjesa ne i plagosë. Unë vijet takona me këta, një bindim, vëllaut me këti bosnjakin, edhe u bëjke luftime gjyshin, mina hedhë, sa që është lufta. Edhe në të bërtit në njeri, vesh janë isha zonin ndim, lypke ndim. Pa ditë kush është. Edhe i thashë, vëllaut, jem ka shkoj minimu. Tha, jo rrëdhas është, tha, se vrarë, se gjyshin shumë snajper ka gjyshin.
Thash ja, du më shku. Edhe kom shku shpejtën. Bile më kujtuat e kom pas një M48, edhe kalash. E mojsha kalash në kështu. Bumët i mojsha gjithë, dhe shanxera, fishek, rezervë bëllë. E më shku shpejt, me nëzikun këcy do telat kësiq aty, edhe në Leqe që ashtu gjyshin. Do ke ka erë si po t'vje për i mosit, ku gjyshin me snajper, ka se ishin ato, që shën konë ata fishek zjarët, jenë konë dum-dum. Ata ku kërsit ke bike dikon, do ke si po t'vjen krizë, me apë ta na unë për këtë. Ku e më shku ata, ku më pa shtret, i plagosën në gjak i bomën. Edhe, tha erdhen, tha do djem, me këta të bërliqë, tha du më një mu, tha pe këtë ujtë, tha këtu, tha do të lojës, tha të mitë, tha këtu iken, aj që të fjallë e foli. Tha shaq, po ishtë në atë kohë, aj, unë isha i ri në atë kohë, 24 vjetë në luft. E aj për mu ish, dikon 50 vjetë, 55, 60, asa i kesh aj, që atë dikon, ish i vjetë, tha shaq, thash, le, thash, pa, a mundër ish pak me lirit më këthyë, si në më qu pak në kopë, se i ronë, i kesh i këshin 20 kila, shumë i ronë. Edhe më ka një mu pak o queja, në kopë, e kom qitë në krah. Edhe në krah shpejt, të në gjujtë që ashtu, e kom qu në rrugë një 50 metra, e kom qitë, i kërë e kem gjetë, e kom hypë kërë aty. Ka ju më këthyë, tash të më shku të ashimi edhe të Shabani Loqës, tash në qatë pjesën ku kesh unë si i ka për tyne, mu më ka pështuë që kësë shkojme një muë, sa jem largune këta, në qatë sekundë këta ju ka ra granata. Edhe ka kap ashimin në 2 vena këtu që ka dhe që ka në 4 vena. Shabanin e kësh kap që të ja ka këpu dorën, edhe ka lashin ja kësh pa këpu drun, edhe Shabanin të ngajt e zadenën të thash, që a kise e parë si, tha Hashim mu, më thiri Hashim, në emën latë. Tha Hashim, tha kanë ra Hashimin. Tha shka dalë, që a këdhe dhe kesh shumë. E piskat këse, dhejmë të kesh pasë, ja kesh këput ashtin, gishtat. Ja kom hek, kom pas një këmish për që kesë, ja kom hek, ja kom lidhë dorën fort. Tha është vazhdo që shtë rrugës. Edhe kom vazhdu në të vrapu ka Hashimi, më zatet në Hashimi. Hashimi, çdo sekundë do shtrejke, se gjyshin më në hesha shumë, gjyshin fishek sa mëshin, se pa të vramën kësha shumë sërt. Sa aty një i bërliqit, aty është një nezmi gashi, ka pas shansë në 3 metra, kem pas edhe në afërsie, 50 metra, edhe dikush ka pas edhe në anëzitit, në afërsimi i konë, se na bërliqit më konë vitë parë, më konë edhe dhe djemë të lozë. Në vitë parë më konë në me ta, në loqë. Ta shpedhojnë, në kom pa si për e kalzojnë edhe s'po e kalzojnë realitetin. Luftën duhet me e kalzojnë realitetin, se së është në original, ku se kalzojsh. Edhe më shkujmë zatet në Hashimin. Hashimi kishë marrë armët e vetë, atë këtish që ashtu të jetës, po ma bëj ke mu shtraju, se e kish ka pak, se ato të ke pe i granata. Shtraju të ke, po në se lesha se e kësha marrë në pak kisha njësi për granatat e në helmuse. Edhe gjak dhe shumë mëjtë des. Edhe në qatë mëndim, për me smelon këta gatë, e kom ka për zhagë, se kom lon eqë. Aja zhagë, se kom lon eqë një 100 metra, dhe sa kom ekë për rëzikit, edhe të një kërë. Edhe kanë qunë spital, Gjevat Gashi, me kërë, ka quë, mërat Lulaj, është edhe këshëre, edhe ajo konë me mu. Edhe më këthyja petën. Ku e më këthyja, tëni me që aty, vele kom taku aty dhe i dajë në syllë, dajë të emin, që se këshna pa 4 vjetë, në Zvicë që a këthyrën mas, se këshna pa, e janisi të kaj, të gëzu, një pushën martë të lezë, këshpa qitë në kra. E për qafe, tha, kom një Hashimi, thash, hajtë se mirë kanë pështu, thash, se... Edhe jem taku, jenë ardhë tëni, ardhë grupi Tarzema, Saliqek, jenë ardhë ta Sylbru, që pjesa e këtyne në ardhë tëni, dikur ka ora, nuk kujtohet mirë, mundën më konë ora 10, masi komësëria o nalë, se sërë du mundun komësëri, o vranë, ko gjatë do, takuna së mëjtën edhe o këthyn. Edhe tëni e nisen me granatu. Tëni masi o kryja komësëria e në ardhë ta, e di në hije një shpijën hitu i kanë shtita djemë, po një gjesha do ishë në të bërliqit me ta në grobë të rije djemë, edhe hinë aty o folë. Edhe hitu o folë aty,
thash, më sutut, thash, se mu, thash, son të s'hin komësërisa, se thash, e kanë hongë, thash, veç runë, thash, për nesën e perke, thash, edhe granata, veç që runë për shëtyni, thash, dhe person dhe thash, s'më hinë ata. Dalë për aty dhe zateti Nasër Ibrahimin, lavdi që ofta ati e konë djali fort. Edhe ta kaj, ja kom pa dhonë, 97 një alti, ja kom pa falë të te ati, e kom pas shak, djali mirë konë. Edhe ma bëm bokser, tha, ti e bo me këta, të bo i gare, tha, me këta, thash, o, dhe këta thash jenë shqiptarë. Me këta kësim pa me këta të thash, edhe këta thash jenë shqiptarë, dhe këta thash, e kanë qëllimin e njëjtë, po lejec, edhe që i pash edhe këta djablanisë, në konë tash e din kush në konë këta tjerë, për nëseri me mu e në gjesha ma mirë. Edhe kem najt devon, aty, ndikur s'ka pas më shumë, imni të reheke, që është ka vazhdu e lufta e loqës. Mas një nërë të rezema mu luftime nuk ka pas frontale. Mu afru për shranë komësëria me hi, mu s'ka pas. Se e ponë si s'munën, vish ka pas granata. Në mund 5 ljarë dhe kanë granatue. Edhe qësh është rasti si i vranë Rustem Bruqin, snajperistat i vranë, ata Rustemin i vranë njët fushtrisë, i vranë 2-3 vetë. Të një vesh kanë granatu, s'ka pas mu luftime që janë mundu komësëri. Të një dhëtë njësit kanë vazhdu granatime, kanë në shëto, ku granatëshin ata na u dëtërëshin më të hekë. Se s'ke mujtë me qëndru se gjyshin po nda. Edhe kjo është historia e loqës. Mas betejës loqës, unë apet kom vazhdu për pjesën e ndaj Kadrenica, kem konë me Kadrinë e më thashën atje. Thani kem pas, kur kem dalë kufija, armi, marmatos. Kur o dash dikon më otu me këta, me Kadrinë, me thashën, kom otu bashkë me ta. E mi këthy. Më shta përgjithshëm, jam konë, shta përgjithshëm. Se prej qësh të regova heret, pe viteve 95, unë veç jem angazhu në qëke. Me Kadrinë, Hashimin. Mërshim në jarë, me ku gjethshim dikon në Zvicra, se e bleshim, edhe e shteshim Okon Sabit Veseli, lavi djali mitës të Kadrisë. E ka pas shumë që janë angazhue. Gjavit Baraktari, kone ka pas shumë që ka i mërshin një vepshim arbet edhe i qëshin për Shqipëri. Se më dhejshim, një arme, që ato parë që e kishim me ble një arme për me pru në Kosovë. Në vdoke një arme bëllë me pru. Tani ka vazhdu. Pjesa e unikit është kur jemi hije me Betrishalën, Bekim Berishën. Qatë natë kanë hije edhe Saliqeki këta pak për mas. Se organizojmë na me hije ish. Kesh shumë edhe katunarë që ishin organizuar në këtë pjesë me hije që të organizuar kemë na bunë shumë. Në tana zona do bom dikon ballaj me Qina. Qina kesh ushtarë me ne. Kjo ka qenë 98-a, dikon ka qenë 98-a në kur ra beja Bekim Berisha. Tash që kjo kohë, tash data dihen aty, se s'pe di ta më në ditën, po që kjo kohë konë. Edhe jemi hi në pjesë tash, po këtu me ne ka qenë edhe, në qëtë pjesë ka qenë edhe Ali Geci, ka qenë Tahir Geci edhe ka qenë vllavi Tahir Gecit, Eles Geci, dëshmorës, është lavdi i qodri, me ne ka qenë dhe aj të gojmi. Me e kem pas një rast me Bekim Berishë ishim shokë, se ne ishim i dhe ma herën me ata edhe për do snajperka. Thajnë shkuen duka gjenë, tha, mu më tha dikush një shku në Dërnicë, thash Abes, thash një shku në Dërnicë, tha i tha në duka gjenë, thash Dërnica konë shumë trem, shumë i përgatitën, po konë edhe unë zajke shpejt. Edhe tha bokser, tha unë, tha, po të thëmë se atje, të tha, po lidhëm si me kërë, dishka si, abdesi qësë, thash, abe lej aty, ku t'jën hi, mirë si jën hi. Koshin shku në duka gjenë mirë, koshin hi atje. Edhe u të rru, mas ju të rru, nesëm na me hije në Kofi. Kur him në Kofi, një kali me arme i shkënërzuhe. Edhe Bekim Berisha bërtet.
bërtet, shanë, bërtet, o dërnis, shanë edhe bërtet. Tha, kush e ka harru këtë kali? Po mu dëk pak si ashpër si bërtitit e ai bekimi. Edhe I thash, po afrova nga të bekimi, thash, mes ashtu mës u shpreh, tha, bokser, tha, beshe, tha, me kërsit, tha, plumi, 99% për qytut, tha, asnjë tha se shkrej plumin, tha, ikin. Se ke shumë popullat. Tha, që është bërtitin edhe që është se, ajo konë profesionist. Edhe ku I pak gjinë në abodin aseshne, edhe ishim konë prit, na, se I këshim pas sërë në prit. Thash, më s'kider, ti thash kom I marrë unë, thash, rand, kom I bue, një ka një, thash edhe jam shku në një ka një, I kom bue, ka 1 metër. Gjdo ushtari, gjdo aty që konë katunare, që ka pas aty, thash, mos jam një zonin, thash, se mundu më konë, thash, më prit. Thash, nëse bim prit, du të më luftu këtu, jo me, thash, asë ndikuj, du më janë një zonin, thash, edhe ka dal, ka më bo resht, ka 1 vetë, ka 1 metër. Edhe jam hi unë I pari, se ishë ko pjesë aty, ko konë një rafshin, ko në konë prit, edhe për me dalë pjesë të unikit edhe në malish, që aty u pret ke prita, se ishë I farë rafshine. Edhe jam shku vetë unë atje, për një djali baraktarëve konë të Vranocit, emni s'më kujtohet, është daj djemë të mitës aty edhe do një pavtan kujtimit gashit edhe gëzim shalës aty. A I më reke mas, I ri o konë atër. Thash rejtë, thash ti një 50 metra o mas. Edhe më hiun e vetë I herat pjesë. Thash mes të rrezikoj, edhe I lash ushtrin krejt, largë rreziki. Thash mas I hiun e thash edhe kur asje, thash I thirë, ka da dal vinë, ka da dal mas. Hina unë dhe atje dhe jardën ta. Ka pas edhe janë konë dhe të Shqipërisë, tropojës, bile ka janë këthyje në ranë pritë ata. Se ishin konë sërët bashkë, po kone kanë pa të organizumin, njën tutë sërë kanë pa. Edhe jemi hije, njënik, për jaseq, qoca e pjesë e njënik. Të një natën jemi taku, dikon edhe me Ramush, jemi taku natën, I shkon të ardhë këtë në këtë pjesë për nej, po nuk jemi njoftë aty me Ramush, në vesh shneme, shto. Falem kështu, ta të ka të bërliqë, ta e kanë kallë të buaj gare bërliqën, Ramush. Edhe të një që aty, ka kërësit të një lufta, se pjesën të një dikur në jemi të ardhë për Glogjan, jemi dalë në Bërliq, unë kom shkua për pjesën e Dërnica, nej. Kështu ka qenë kjo histori. Ben e kanë desh shumë Dërnica, e kanë respektu shumë, çdo shtëpi. Dërnica, kjo është e vërtet. Mund dhe pas në i koshin 2 vetë, si ka pas në i dishka në i mos marrëveshje, dhe si qarë nuk e di, unë kështu personalisht nuk e di, po Dërnica e kanë desh shumë Aben. Së është e vërtet si se kanë mirë prit shumë. Edhe Abeja I ka desh shumë Dërnicën. Edhe me Dërnicë I ka pas pjesën e shumicës të ushtarë Dërnicën, unë jam konë me ta. E kanë mirë prit edhe e kanë desh shumë. Këto janë fjallë që ka ja fusin katë dikosh të ase, po një nikën o ardhë me marë arme. Edhe o jetë qatë pjesë të furnizu, o jetë në këtë pjesë. Se që atër I mjetë edhe unë I herdej sa jam këty mjetë me ta me 2 rrugë me bekimin. Edhe jetë pjesën mi furnizue edhe ushtarët e Dërnicës, se nëpërmes bekimit, nëpërmes Dukagjinit, Ramush aty dhe u armatashin edhe Dërnica anej. Organizashin se kretë Kosova konë më varën për Dukagjinit normal. ABN unë e qakomut se ABN më ka ushtru ma shumë. Me do që shpunohet me mortaj, me snajper, me arme, me do arme që ka ai më ka përgadit, qësh me ka për arme, qësh me gjujt. Abeja I shkon, unë e vesh një e di ku e kap ke arme në Abeja. Edhe Levia konë shumë një I letë, I përgadit në konë, edhe shto I letë, konë I madhë fort, po konë I shpejt. Edhe arme ku e kap ke levizet, ku e bëj kaj, nuk e bëj ke levizet kështu më këthy herëtën, po për herë me arme. Edhe e vreshët në levizje në gjujtnje, e vreshët shumë I përgaditën. Konë shumë I përgaditën. Konë I përgaditën edhe teorisht edhe praktikisht. Edhe në praktika, edhe në luftë konë shumë I përgaditën, po konë edhe në teori, me të tërgu teori, konë gjanje
3 orë të ri për luftë më të regu, konë i përgatitën shumë për luftë, konë i marumën. I përgatitën për çdo send, konë i marumën për luftë. Peja konë shumë lavdi që o të dhe ti se jem të e përmenë dritë pas në tjetë. Kër jemi hien në parën herë në Mars, një Jablanicë nuk kisha mbrojtë se të këtu, për këto mishti shanxherat e aseshne edhe, ju thotë edhe një Jablanicë ta kini thes shirok. Ja bin një thes shirok, këtë të le Ibrahimi. Edhe e merë me gërshon e vizatan ato dhe gjeva, rameti pa shpirti, gjeva e kep. Edhe kom pas për thesit shirok, kom pas të parë në mbrojtëse, kom pas dhe sa kom pa pej qa bekim brisha ma pat vizatue e gjeve ladroci e pat kep. Feminën që ako mujtë me vetë, shkon shumë njeri i mirë, njeri shak, bilo rakshim me ta. O kapshim një Jablanicë aty, unë isha i përgatitën, ajo konë i madhë kështu, po unë isha shumë i përgatitën. Edhe rakshim shtu me ta, a i zymer, i shak të ke, pashkem të ke ma i vjetër, mos është zë. Thasha, hajtës shok jemi femija të ke skader të bëkser, o kapshim, o rakshim shtu. Këtu më ka të regu femija, më ka të regu për rastin kur vra Leoni. Mas pari më ka të regu për smalin të ke për Ramushin. Edhe më ka të regu, tha është ta djallë shumë i fort. Më honë, hala Ramushin nuk ish i dalën se ish s'ke shkërsit, hala lufta në Glëgjan, po aty më të regaj kjo, tha femila droci, tha është ta Ramushin, tha i përgatitur shumë i fort, tha qështu ka të më ka zirë rastin krej. Edhe prej aty të kom ditë se Ramushi i fort, si ka me qënëru, edhe qënërej, edhe dulë që ashtu si është. Po Ramushin, me sish Ramushi, lufta, kesh me marri kohë tjetër, se ish shkon shtyllë shumë e fort, Ramusha. Për Leonin që shë kam përshkru edhe tha që edhe Kadria edhe e përshkruqin si o konë i djallë, si s'ka folë shumë, konë trem, i urë, djallë i mirë, po me pak fjallë. Gjithë. Mu më ka ra i herë me najtë në të shtatën, kem pi kafe me të në Tiranë, para si me vrahë, edhe se ne në ka ra kogja shumë në të shtatën, shteshim, beshim arbe, beshim edhe herë heshim mësë. Edhe nuk e kom njoftu në ma shumë, po qësh ma kanë të reguë Kadria dhe tha që the që në konë djallë, bile ka erë, tha që the ke ma qënë mallin ti si e si Leoni. The kështë se edhe ti s'folë shumë kështus, the ke je si Leoni njëjtë, the ke mas i ke vra Leoni, ma të regaj kesh. Fjallë të mira, të forta, të fort jenë konë, ata gjemë fort, nuk o konë letë atëherë. Ofenziva e fundit në Vjesh, kur kënë ikë. Tash më kujtohet në Vjesh, tash kur i bjenë, kjo më konë në 98 në Vjesh dikon. Ish ko gjavon, edhe ishim të organizumë, tash të nam të arme këshim i marë, edhe mi quë për Gofijan, edhe me hije, me Kadrin këshim me hi. Më thot Kadria, boksera mund është më shku me folë me naj tonë stonë me s'po këthehen mardhë. Ishin kërreshin shumë edhe në dërs. Edhe në prej atyjit, në Tiranë ku kem, shkaj i hypi edhe shkaj atje në dërs. Edhe takoj, në dërs gjenë qaj një. Edhe ju thëmë, po të një me shku, hajdi më këthy që to kallë Kosova, është gjynami me Leon Kosova. Edhe dyqysh si më murën atë fjallë teme, dyqysh, apo den, aty e mërzit shumë. Unë thash, unë e kom Leon, thash i kom letrat, i kom Leon Zvicrën, e kom Leon një mardhë, e ju ku po të një më shku pa kur gjo. Edhe aty e parë se o shprejnë dyqysh si në hajgare, si asë edhe o mërzita shumë, shumë i në mërzit. Që aty një teme kur ma shumë si mërzit. Edhe këthaj e napet, s'mujta mi bindë. Fill, veç sa i kemi organizuar, si unë më konë pej fillimit, veç kur kem pas, për shembull në Ramboje, ku ka pas më shku Thaçi, o konë edhe le Ibrahimin, kofi ka kemi dalë për në herë, edhe kesh rëdzune plagos pak, në kom, edhe qojmë edhe vijun të shëru, isha të zvicër, dhe sa të në Ramboje, ku kenë fillim Thaçi, dhe sa o këthej ke preqa, dhe ku jëmë këthy, tani jëmë këthy me ta, qatë pjesë më konë, edhe pe fillime, si jëmë hi, unë jëmë konë edhe në marim dhe, marim plusë, jëmë konë, marimi luft në kanë zonë
në Redime, në pjesë në Redime s'ka Shokri Buja atje. Nuk e kem ditë kur gjo që ka mujtë ndodhë aty, kush s'ka mujtë me ditë si më i vjen fundi që na kem menu si vazhda lufta, apet. O pret kem u bo na e dishka kështu, po pse i vjen që shto mirë fundi si herë. Nuk e di, nuk e kemi mujtë me parashikur fort çka më i vjen mas rëmbëjes. Aty jemi hije me thaqën, jemi hije, o konë edhe Agim Qeki, o konë kur e kemi shti Agim Qekin. Jemi hije prej pjesë Dibrës, jemi hije të Shqipërisë, e ka Dibra e Maqedonisë anej, edhe i kem pas do shokë në Maqedoni që janë konë, që na kanë nimu, na kem pas që edhe jemi arë të armatosën normal, krejtë të armatosën, me arme, me këse, me kere, me tuna për cjellë, jemi arë ka të tova, në të tovë kem fletë aty, edhe jemi him pjesën e Kaçanikit. Të një jemi arë në për Kaçanik, pjesën e kem kaluë edhe jemi arë me Mollopovc, Petrov, jenë dy fshatë aty nga Treqakut. Qëtë pjesë aty në konë edhe në Redime ka pas shtabin, ku na ka prit Llavi Rambujs. Shokri Buja, shefi shtabit në Redimës ka qenë. Komandant ka qenë, shef ka qenë Jeseni. Edhe pe aty kem dalë të pjesën Kleçkën në Berish, ku kem najt aty shtabit. Bile aty o bo ofenzivë në atë pjesë ku kem na, se hetun si është ta që ardhë dhe nëse në ofenzivë o bo në të në ondë. O konë Drini, komandant Drini, atë e kom njoftë dhe komandant Drinin. E najtë më tha bokser, tha jo të rek ma herët, komandant Drini dul ka e zërë, që janë e mbjesh ma nëllë të në gjithë. Tha bokser më një gu mu vini asesh në, tha se në të në onë, ta jo njësë ma parën, të një mas një ditë dy e ofenzivë, na asesh në dulem edhe pështumë, se në dulem edhe në priti herë në dulem, ku kënë sërbët, pa të ngjujt neve, po pa të pas fat mund bëlëm pa të kapë që të përshesti një plëm, po... Edhe në gjithëm në altë atje, ku në gjithëm në altë atje, mas i shkumë atje, u bom laqë që shi, nisi, bike shi shumë, edhe ta kumë Drini, tha bokserë, ma mjë parë me muqë atër, ku më thonë se keni marë. Djali mirë shkunë, edhe ku më në Drini, rrëth me të shpiti i pas. Ka që veç në i rast kur s'ka pas dishka, se gjitha ka pas uniformen. Normal, ka pas uniformen. Ka pas në herësi edhe o veshtë civil, shto kur ka utua nej, po me një formë. Edhe Thaçi, edhe Kadri Veseli, unë mendoj si një kongë ta do figura, si pa ta problem, nuk është ditë që kishë ardhë historia e Kosovës. Kanë qenë shumë, do me thonës për qëllërimin e vendit. Një konë Thaçi ka pas një rol shumë të fort në Kadrinë, se kanë organizu në tana pjesë dhe kanë ditë me organizu. Se kanë organizu mirë. Se në atë kohë, kur që unë po të rëgaj për vetë, unë si më rujtë shumë. Pse nuk e kom mënu fort edhe s'kisha detë edhe mu të eshtë të vëda, kështu nuk mëna isha fort, veç e këta kanë mënu pak ma halë, ma gjatë. Në shku ma shumë nër tokë, edhe kja na ka konvenu ushtrisë shqiptarë të Kosovës. Se më konë pak ma të meqë, më shku pak ma më shetë, më organizu, më forcu i herë dhe me kërsi që shë kërsetëm. Se me pa njësë me dalë për ledin krejtë atyr, na kemi mujtë edhe më në zonë, më vëra, pse kem pas pak rëthonat e unë shumë të fështira. Se kem pas shpiuna, ko që shumë ka pas. Ka pas shumë qa në shtasion konë shpiuna, po s'kanë mënu, si shlirohet vendin na herë heqë, edhe nëse të kanë pa traumatozë, në ka pa nevoj heqë, u shku të ka lejmruhe. Ka pas edhe asi. Kanë lytë rol të madhë, Kadria, Shimi, në konë. Nuk di shka pak s'mush me folë për ta çfarë roli kanë lytë shumë madhë. Pa ta u konë problem. Ta dytë në konë me s'mush me nda kur njëri. Me të kalëzu drejt, unë nuk e kom këshyrë fort se ma herët kanë qenë popli në përgjësi, shumica kanë qenë me LDK. Pse qatë parti që aty, kanë pas kanë ditë
o konë lëvizja popullore, LKÇK-ja, që ata e kanë pas më të vështirë mu angazhu në Kosovë, se LDK-ja konë marrë liberale, pak, mos i kanë ngucë ma pak që aty, e si trimi konë aty, po pe i rastit mu ku më ka ndodhë kjo në ndeqanë, kjo më re, mu pak e parë se nuk ka pash me Serbë, nuk mund të pas pash, pa kërësit lufta nuk më shlirovam. Edhe kur dola atje isha edhe i mërzitur, edhe rrugës hekem keq shumë, edhe kur shkum atje në Brazilanta hekshim keq kogja shumë. Edhe veç këshëshim që shmu takua me dikant që ka mund më organizu, me hi, më organizu, me luftua. Me mujtë me njës luftën. Qëllimi ishte aja që a mëndësh. Edhe fati ishte u taku me Kadrin, të një për mes Kadrisë edhe me Thaqin. Edhe mbarimi bashkë, jemi konë me Kadrin, jemi konë bashkë në marim luftës. Edhe bile kur marimi luftës i kemi qu me Kadrina, me do shtari, kemi qu një 20 plagosën prej Berishe, Divjakës, ku konë të lesh Divjak, Berishe e pjesë. Me lesa e për të mëru drunit, të konë shqitur, jemi dalë ka gryka Saralevë, dhe i kemi qu e në Petro, më lopas, këtu konë këtu dhe doktor të ngonë. Edhe në qëtë pjesë në kanë zonë këto, kur kam përfundu lufta, në kanë zonë që atje në Petro më lopas. Bile dhije një rast kur e pash do shtarë u gëzun, pak se u lejmu si shkijet, po unë në shkullë, po dërzohen shkijet. Serbt, ashtë në ka jetë shkijet, po serbt. Edhe Hiseni o konë shef i shtabit në Redimës, ja bë Hiseni, thash, a kina jo shtarë, me javë në jo shtarë, dhe shkojmë në shtime se kish hala policë, ushtri, serbe. Edhe kemi marrë do të njësi speciale, ta shumicën si figurën gjatë, në gjimi kështu, po, edhe kjo ardhë, edhe jemi taku në serbe, aty kemi luftuë, në ka plagosë, edhe një emni të sa ngujtojtë o plagosë, ka gjaran një djallë. Edhe i kem njekë, aty mas mëram ti, unë me ata djemë edhe me Hisenin i kemi largu prej shtime. Të një kem najtë aty në shtime, jenë ardhë ushtria të një nato jenë ardhë, ardhë Anglezi shkon një ushtarë edhe tha, ku a ka, tha, ku në ushtarë, si lypke edhe i shkonin në zetë, edhe i kish pas, i kish rejt, thu si o shqiptarë. Edhe nuk desha me folë në anglisht fort, po gjërmënisht ka pak edhe i kish ditë ka pak gjërmënisht, jam jesën të folë me ta. E që si, ma beti, që që. Po, o tërheken ka ta dalë. O shumë ronë, unë i kom vizitu një 2-3 herë, edhe Kadrinë edhe Thaqin, edhe Nasimi kohon. Po pritet shumë ronë, se është një padrejtësie, se mundohen një takom, që jenë ronë ndikim të politikës. Jo, këta e kanë votu, jo, këta e kanë bohe, po kjo, ta s'ke mujtë mësë me bohe. Që të gjëgjë. Po tash si o bohe, kjo na nuk e kemi ditë si po bohe, si është këtë, është gjëgjë në bashkëpunim me Serbë, e me Rosë, me ku ta di me kanë dhe, në bashkëpunim edhe në kuna jushtisë shkrimtarët Kosovës. Na nuk e kemi pritë që tonë si me bohe. Po edhe me pa pritë, na apet se apet, ti s'kishe mujtë pa e bo këta, se nuk jemi na qaq të fort për me mujtë mes me bo ato. O shumë padrejtësi, edhe shumë vjen që ditë na unë në shqiptarë, që shka shqiptarë si shkojnë në Hagë, edhe apin dëshmi kunaj uqekes. Ti nëse ja ki në ati, Thaqit, Kadris, Recep Selin dhe ti, ti kia i në ati, po mos shko ti në Hagë atje dhe me dhonë, për mu qaj si shkon, edhe e dëshmi, shpionat në Hagë, për mu aj me e këshyrë mirë gjakën e së shqiptarë, ajo tratarë. Edhe babë qësha i tratarë e ka pasë. Edhe nëse ka qenë luft, ajo o hinë luft me bo përqamje. Se së është aj shqiptarë, se s'di qësh mundët unë një shqiptarë, mu mi pavra, kretë vllaznin, dikush, me pas personalisht me ta, me pas. Unë si isha shkua, o ja kësha falë, o isha mirë me ta.
në mënyrë të kanunit të Lek Dugaxhinit, ose ja kisha fala, nuk isha shku në Hagë me shpionat. Se s'ta ban, ai si o patriot duke ja ban. Unë nuk e di një patriot, si thot vetit patriot, e shkon dëshmon në Hagë. Ai sa patriot, po ajo i rrajshëm, patriot thojsa. Pa nuk ka mundësi me s'mu liru. Këta janë të pafajshëm, kretë ushtria shqiptare e Kosovës është e pafajshëm, ka vë luftë drejt, luftë të paqë, ku e din çdo njeri e din si janë asishtë. Po, mirësisht, një takam, kanë rënë ndikim politika, dalin folin keq edhe për ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe për komandant, edhe për asje. Kemë qështu, s'di që ka me thonë, është shumë vështirë.